Përshëndetje, mirë se erdhët në konferencën shtyp të Partizanit, programuar si gjithmonë në javën 23 ku skuadra kuqe do përballet me Bylis nesër në Ade Muça në orën 13:30. Sipari që jemi rastin të përshëndesim dhe të urojmë familjes kuqe, jo vetëm Partizanit si skuadrë futbolli, por gjithë komunitetit sportiv të Partizanit, tifozërisë, për këtë muaj jubilet të klubit të kuq, duke uruar sa më shumë suksese trofe. Ndërsa vijojmë me pyetjet për trajnerin Ortion Gërnaj për sfidën e nesërme. Si duket gjendja e ekipit prag përballjes me Bylisin, për sa i përket edhe aspektit fizik? Përshëndetje, edhe unë si fillim dua ta uroj gjithë familjen e kuqe për krijimin të 10 vjetorin e gjithë ekipit klubit Partizani, po jo vetëm ekipit futbollit, por edhe shumë sportës Partizani. Uroj sa më shumë suksese dhe sa më shumë trofe. Për të kaluar tek pyetja e juaj, ekipi është mirë, gjendje të mirë, pas një ndeshje të mirë kundër Elbasanit. Jemi mirë, po mundohemi të rikuperojmë pak sa energji, ndoshta të akumuluar nga vrapimet të shumta në ndeshjen e fundit, por jemi në formë për ndeshjen e radhës. Përballja me Bylisit, si e vlerësoni ju si kundërshtar, duke parë që në përballje direkte kemi një barazë shpesh mos kemi edhe një udhëheqje nga Bylisi. Sigurisht Bylisi është një ekip i fortë, sidomos në fushën e tyre kanë treguar gjithmonë që dinë të luajnë futboll shumë të fortë dhe shumë agresiv. Janë kundërshtar për të vlerësuar. Ne sigurisht do bëjmë detyrën tonë për të marrë 3 pikë, do hyjmë në fushën për 3 pikë, të cilat tashmë na duhen më shumë se çdo herë. Pas ndeshjeve të mira ka ardhur koha për të marrë 3 pikë. Barazimet e Bylisit me kundërshtar fortë, siç është Dinamo, a ju jep një formë presioni? Të treguar që është një skuadër që ka stabilitet dhe Këtë thashë më përpara, Bylis është një ekip i fortë, një kundërshtar shumë i vështirë, sidomos në fushën e vet. Ne pam të 2 ndeshjet e fundit të Bylisit, si ndaj Dinamos në Albania, por ashtu edhe në fushën e tyre në Ade Muça. Janë ekip shumë cilësor, luajnë shumë agresiv dhe sidomos në fushën e tyre janë ekip jashtëzakonisht shumë i fortë. Profesor, si të situatë një fazë më parë deklaruar që në 3 ndeshje marrë 1 pikë. Do një ka zoni do të një veterat të ndodhemi aktualisht? Atëherë, fazën e parë ka qenë momenti për të bërë një goditje dhe që duhet një hovë për çunat. Tashmë çunat e dinë që çdo ndeshje vlerësohet maksimalisht dhe sigurisht hyn për 3 pikë të ndeshje. Nuk mendojmë fare për ndeshje të tjera sepse këto 10 ditë janë shumë të ngarkuara, kemi ndeshjen e kampionatit, kupës, ndeshjen tjetër po të kampionatit, kështu që si fillim mendja është vetëm në Ade Muça. Në sfidën e parë në Ade Muça, Partizani u poshtë 3-1 për Bylisin. Gjithashtu edhe me Elbasanin për arsye të ndryshme nuk mund të ruaj avantazh. Mos duhet që skuadra juaj të vrasë sfidën në një farë mënyrë të kushënuar dhe 2 gole diferent dhe 3 apo dëshira ajo është të bëjmë 2-3 gola, por të them të drejtën në situata komplet ndryshme. Ade Muça në ndeshjen e parë ka qenë një ekip tjetër, ndeshme mbas asaj ndeshje jemi një ekip komplet tjetër. Mund të jemi pak më konkret para portës, golat po vinë, nuk është më si dikur që s'bënim dot gol, gola po shënohen, por tashmë duhet jemi pak konkret. Dhe aty mbrapa mos marrim disa gola si ndeshjen e fundit, duhet të punojmë pak më shumë njërit për të punuar. Herën e kaluar të gjithë traumat për Sembene, si është situata e tij aktualisht, do të jetë në skuadrën në ndeshjen me Bylisin? Sembene është servitur në rregull me ekipin pas asaj dite që aty kolapsi që i ndodhi. Është servitur mirë me ekipin, thjesht ka pas një problem luhatje tensioni nga këto që sipas mjekëve është okay, është servitur dhe është i gatshëm për ndeshje. Bylisi shumë lëvizje në merkato, shumë largime, shumë afrime. Mos është ndoshta periudha më e mirë për skuadrën tuaj të përjetur të përballur me ta? Kjo ka 2 anë, të them të drejtën ka 2 anë, sepse mund të jetë anë e mirë, por mund të jetë anë negative, sepse informacioni për Bylisin, duke qenë se ka ndryshuar shumë lojtarë, shumë i pakët. Nuk e dim saktësisht kush qysh tek si do luaj, cilësitë e lojtarëve, ato ngelet për të parë në fushë, më shumë se 70% e ekipit është ndryshuar nga ndeshja me Dinamo, kështu që është për të parë në fushë. Ka të 2 anët e medaljes, shpresojmë që të jetë anë e mirë për ne. Të shtunën luhet edhe derbi i kryeqytetit Dinamo Tirana. Kush intereson, rezultati që intereson më shumë? S'më intereson fare, them të drejtën, shoh vetëm ekipin ton Partizanin, vetëm kur përballemi me ta atëherë filloi pak interesi, momentalisht shoh vetëm ndeshjen tonë të radhës. Okej, Pida? A mund të jetë ndoshta atmosfera e këtij 80 vjetorit një element shtys për ekipin për të maksimumin nesër? Djem sigurisht kanë dhënë maksimumin, edhe ndeshjen e kaluar kanë dhënë më shumë se maksimumin.
Por, sigurisht që një shtysë e mirë të 10 vjetore, rast feste, du ta kthejmë në festë edhe në fushë, siç u festuam brëm, du ta kthejmë edhe në fushë nesër.